Opozita zhvilloi protestën e parë për të denoncuar procesin e zgjedhjeve të 11 majit. Tubimi u zhvillua në bulevardin Zogu i Parë në të njëjtën kohë që në sheshin Skënderbej mbahej samiti i Komunitetit Politik Evropian. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u kthye nga Brukseli dhe i u bashkua protestës rreth orës 18:30 minuta. U garantoj se Edi Rama kur nuk do mund të qëndroj në atë karrige, në zgjedhjet vjedhura, në zgjedhjet krimi, në zgjedhjet korrupsionit, por do marrë përgjigjen që meriton dhe që kanë çdo diktator, çdo narkodiktator. Berisha deklaroi se PD nuk tërhiqet nga betejë për zgjedhje të lira e të ndershme. Ka vendosur një zonë sigurie ndaj protestuesve paqësor, po mos mendoni ju se këto lajme nuk do shkojnë në kancelarit e të gjithë Europës dhe botës. Zëri ynë, zëri juaj, zëri shqiptarëve që luftojnë për votë e lirë, do të dëgjojë dhe ushtojë fuqishëm në Europë dhe në botë. Në protest ishin edhe figurat kryesore të Partisë së Lirisë, e cila do të ketë 4 deputet në parlament, por kryetari i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, nuk arriti të zgjidhet deputet, pasi mori vetëm 7600 vota. Sekretari i përgjithshëm Tedi Blushi preferoi të mos i përgjigjet pyetjes nëse do ta dorëzojë apo jo mandatin në mënyrë që të hyjë në parlament Ilir Meta. Struktura e Partisë së Lirisë asnjë ditë nuk ka punuar kundër Zotit Meta. Duhet t'ia bëni këtë pyetje të gjithë atyre të cilët kanë punuar ditë e natë kundër Ilir Metës. Besoj ju e dini se kush fshihet mbrapa këtij grupimi, kështu që në kohën e dur do i keni edhe këto përgjigje. Kështu që nuk kemi mbledhur sot për të çështje, sot jemi mbledhur për lirinë e votës. Faleminderit. Aleanca për Shqipërinë Madhështore fitoi vetëm një deputet nga lista e hapur në Tiranë dhe deri tani mandatin e ka fituar Jorida Tabaku, e cila ka marrë më shumë vota. Pas saj është Ilir Ali Mehmeti dhe i treti është renditur Ilir Meta.